Sërish, Komisioni Qendror Zgjedhor të martën nuk e certifikoi listën serbe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Ky vendim i KQZ-s ka ngjallur reagime vendore ndërkombëtare. Për mos certifikim të listës serbe, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë gishtin e drejton ka lëvizja vetëvendosje. Përpjekjet e vetëvendosjes për të bllokuar certifikimin e serbska listës për të marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës janë të ngushta, në vizion dhe përçarëse, të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike. Veprimet e tilla cënojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e SHBA-s, përfshirë rifillimin e dialogut ton strategjik për të avancuar mundësitë për bizneset amerikane dhe kosovare. Vendimin e KQZ-s e kanë dënuar edhe zyra Bashkimit Evropian, ambasadori britanik në Kosovë dhe ambasada e Gjermanisë. Por këto reagime nuk i ka komentuar kryeministri në detyrë dhe njëherët kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti. Megjithatë, se në çfarë janë bazuar për mos certifikim, tregon antari i VV-s në KQZ, Alban Krasniqi. Lista serbe dhe eksponentë e saj janë të përfshirë në aktivitete kriminale dhe terroriste, siç është edhe rasti Banjska, dhe gjithashtu edhe në aktivitete tjera kriminale që kanë të bëjnë me financimin e strukturave kriminale përmes fondeve që vinë nga Serbia. Unë dyshoj që edhe përmes fondeve të cilat i kanë përfituar nga fondi për demokratizimin e partive politike, dhe kemi një nen aty që e ndalën edhe regjistrimin e një subjekti politik, në rast se vrehet që ai subjekt politik është i përfshirë në aktivitete të cilat cënojnë rendin kushtetues. Dhe në këtë rast lista serbe e cënon rendin kushtetues dhe për më tepër edhe është e përfshirë në aktivitete të ndryshme kriminale dhe terroriste. Madje Krasniqi thotë se po pret që të mos ketë epilog si herën e kaluar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Po du me ndërlidh këtë paka shumë edhe me atë se çka po ndodh në Këshillin Prokuroral të Kosovës. I keni parë se si një grup i caktuar tenton ta kapë me çdo kusht KPK-n dhe sistemin e drejtësisë, prokurorialin pra në këtë aspekt, dhe eksponenti që është duke pretenduar me kap është i njëjti eksponent i cili publikisht ka deklaruar se e ka liruar Radojqiqin. Pra këtu kemi të bëjmë një ndërlidhje mes këtyre, si me thonë, strukturave të caktuara, në këtë rast edhe të organeve të drejtësisë, të cilat në vend që ta kryejnë detyrën e tyre, ato i nënshtrojnë presioneve politike, mbas edhe të ndaj diplomati për të vepruar në kundërshtim me betimin e tyre që kanë dhënë. Pra, mendoni që edhe në këtë rast Por që ky vendim është i kundërligjshëm, e thotë edhe Vullnat Bugashku nga Instituti Demokratik i Kosovës. Mungesë provave, mungesë të dokumentacionit të duhur, mungesë të dëshmive dhe mungesë të vendimeve të organeve kompetente, normalisht nuk ka bazë asnjë veprim i një institucioni i cili tenton me e decertifikuar ose mos me leju me marr pjesë në zgjedhjen një subjekt politik kurdo qoftë ajo. Pra qoftë partia që e përfaqëson një komunitet të caktuar, qoftë edhe subjekte tjera që mund të jenë në të ardhmen subjekte politike shqiptare. Pra, pa u plotësuar kriteret ligjore, baza dhe dëshmit edhe vendimet adekuate të institucioneve kompetente, çfarë do natyre tjetër e vendimarrjes që mirën nga KQZ-ja, normalisht të cilësohet arbitrare e palishme. KQZ-ja edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk e kishte certifikuar listën serbe, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e kishte urdhëruar KQZ-n ta certifikonte partinë më të madhe të serbëve në Kosovë.